Një nga emrat më të vlerësuar të artit dursak, Gavril Priftuli, është përkujtuar në 87 vjetorin e lindjes në aktivitetin Dialog me ngjyra, të mbajtur në hollin e teatrit Aleksandër Mojsiu. Artistë dhe familjar diskutuan mbi rëndësinë e veprës së tij, trashëgimisë së pasur që ai ka lënë në pikturë, skulpturë dhe mozaik. Për piktoren Alketa Tragaj, një herë është drejtoreshe e Qendrës Kulturore Aleksandër Mojsiu, Priftuli ka dhënë një kontribut të madh në përgatitjen e brezave të rinj dhe mbetet një figurë që ka prekur të gjitha zhanret e artit pamor. Ajo që ka më shumë rëndësi dhe spikat në veprat e Gavril Priftulit janë pikturat me tematik që ai ka realizuar. Është një nder i madh për ne sot që e kujtojmë. Galeria Nikolet Vasia ka plot 45 vepra të piktorit ton, ku 5 prej tyre janë skulptura. Gavrili ka qenë një artist ku i ka prekur të gjitha zhanrat e artit pamor, por dhe ato të skulpturës. Gjithashtu ka dhe vepra në bashkëpunim me artistin Nikolet Vasia, ku mund të përmendim në hyrje të Muzeut të Dëshmorëve është vepra në mozaik Çlirimi i Durrësit, gjithashtu vitrazhi në Muzeun Historik Gjergj Kastriot Skënderbeu. Gazetari Gëzim Kabashi thekson rëndësinë e veprave të Gavril Priftulit, të cilat nuk ka hezituar të përfshijë në shkrimet e tij. Nofta ka ardhur kohë që veprat e tij të analizohen nga njerëz që janë kompetent, të ekspozohen maksimalisht dhe të marrë një vlerësim që meriton. Jam i bindur se kjo do t'i bëjë mirë qytetit, por që Gavrili vetë natyrisht nuk është më. Më vjen mirë që edhe mediatikisht këto aktivitete po pasqyrohen. Të tre artistët e arteve pamore në Durrës, kam fjalën për Gavril Priftulin, Nikolet Vasin dhe Nelo Lukaçi, punojshin bashkë, ishin dritat që fikeshin të fundit në qytet. Edhe kjo e bante punën e tyre, po edhe për ata që qëndronin në studio, siç më ka edhe mua të qëndrojnë, një kënaqësi të jashtëzakonshme. Një kontributor të madh në ngritjen e Muzeut Arkeologjik dhe një restaurator klas e konsideron skulptori Qazim Kërtusha. Kam pasur rastin të punoj me të në Muzeu Arkeologjik, që nga viti 75. Ai është një kontributor i madh në ngritjen e Muzeut Arkeologjik. Ka punuar në fushën e restaurimit. Ka qenë restaurator klas. Edhe na jep në shembull, ne kishim shembull atë. Ai ka punuar edhe si scenograf aty. Pra kemi qenë një grup artistësh që punoshin pranë stafit të këtyre arkeologëve toqi dhe grupit të tjerë të gjithë arkeologët. Është në piktorët e mirë të Shqipërisë, ka ngjyrë, ka transparencë, por ai edhe grupin e madh të panelet të mozaikëve që ka bërë. Ka bashkëpunuar me Nikolet Vasin edhe i ndjerë në mozaikën e Muzeut të Luftës dhe në kryeën e Muzeut Kombëtar. Pra, Gavrili njihet si një mozaicist, si më thënë profesionist i kësaj. Fillimisht duke punuar në Muzeun Arkeologjik, sigurisht ndikon muzeu, ka ndikuar edhe tek mua në njohjen e shumë në panelet mozaikut. Ai për herë të parë bëri mozaikun me zalle, domethënë siç ishte në antikitet.